konfiskim pasurive të paleqme, ku shembullin e ki marrë Kolumbinë. Është absurde, sepse nuk kemi asnjë rrethon shoqënore ngjajshme me Kolumbinë. Sysh e tha në deklaratë edhe presidentja që 900 banda kriminale i kemi arrestuar, i kemi shkatruar. Domethënë absurde domethënë kur njerëz kërret, jo. Po i falje për shkarjen. Nuk ka qenë shkarja. Nuk ka qenë ajo shkarja, domethënë kur je president e vendit, e bën një deklaratë tillë, edhe nuk reagon, aq kohë sa dikush në media fillon me bot mollë këtë punë, e pastaj kërkon falje. Kjo nuk ka qenë pa qëllimshme. Kjo ka qenë pure qëllimshme. E qëllimshme me ushqy militantat e partisë politike që janë pushtet. Presidentja s'është ngarë në këto zgjedhje tash. Është ngarë, ajo është ngarë full. Nëse është ngarë zgjedhore. Absolut. Ç'është me qendrë? Veç emrin që se ka në listë. Nëse janë më zgjedhje lokale, a janë akredituar komplet rezultatet e zgjedhjeve, janë certifikuar. Cilën komunë ka vizituar presidenti deri tash? Vetë për pas Mitrovicën. Në me thonë, shkan tek... Tha që ka qenë në Ferizaj, tha që ka qenë Dragash, si janë komunat që... Kanë qenë, në asë një komunë nuk ka qenë një auru mandatin. Ka qenë vetëm në komunin e Mitrovicës. Pastaj edhe deklaratat edhe veprimit e soja që i ka bu deri në shpollin e zgjedhjeve. Ka qenë full e involvume. Është involvume ku pasku edhe me deklaratat saj, ku i fajsën partit që kanë qenë opozit, pse ka ekzistuar blokada institucionale, dhe me thonë, është involvume. Po, te byroja, pra po këthejmë, nuk mundesh me marrë shembuj të vendeve si Kolumbia, mu mundu ti me ndërtu një sistem të konfiskimit pasurive të paleqme. Është absurde kjo. Ti mundesh me bu një mekanizm që është mrena, mekanizm që lidhet pe prokurie, policie, e në gjykat, që merret me çështjen vetëm të konfiskimit pasurive. Mundesh me bu këtë mekanizm, po që ka një farë përgjithësie edhe që lidhet me pushtetin gjyqësor. Nuk mundesh me i përzi kompetencat. Pak kompetenca me amor gjyqësorit, me jap një mekanizmi që zgjidhet prej legislativit. Na kemi agjencinë për parandalim të korrupsionit. Ajo merret me parandalim. I ka kompetencat, e forcon me mekanizma, e forcon me kompetenca, sa i përket parandalimit korrupsionit. Pastaj për luftim të korrupsionit e ki prokurin speciale. Jo është e thirrur me ligj për me luftu korrupsionin. Dhe çka do që lidhet edhe me konfiskim pasurive, mundet ajo prokuri me u marrë me këtë temë, ose edhe në polici me pas një mekanizëm e deri tek gjykata. Beqa, çështja byros po ashtu. Realisht qenë pjesë e kuvendit kur është diskutuar mas madhe. Në komision thash për legislacion dhe nga fillimi i iniciimit të këtij ligjit ka qenë më shumë ligj politik konkrete. Në kohën kur ka qenë ministri i fundit i drejtësisë nga anët e Partisë Demokratike, në qeveri që ishim në koalicion, në atë kohë zoti Abelard Tahiri, ne kemi pas një ligj që ka inicu qeveria në atë kohë, dhe ka aprovu parlamenti, është ligji për kompetencat zgjeruar, i cili mundson edhe ka hapësirë të mjaftueshme për luftimin e korrupsionit, këtë rast për konfiskimin e pasurisë, vetëm duhet më zbatu ligji dhe në kundërtën nuk ka pas ndonjë mungesë. Ky ligj i cilin këta kanë mendu si byro, thash ka qenë më shumë politik se sa për të zbatu, fillimisht e prish e cënon rendin ligjor dhe kushtetues në këtij vendit, sepse na tash llogarit e kemi ai momentalisht ai ligj është proces, se është i kontestuar në gjykatë kushtetuese dhe ende është në proces si ligj. Po problemi është në proces të kontestimit.